Ish banore e shtëpisë më të famshme në Kosovë, Xheneta Fetau ka ndarë me ndjekësit një rrëfim të ndjerë për gjendjen e saj emocionale pas daljes nga shtëpia më e ndjekur në vend. Në një video të postuar në TikTok, modelja tregoi se përjetoi një periudhë të rënduar psikologjike, e shoqëruar me ankth dhe sulme paniku. Kur dola nga spektakli kam qenë shumë keq. Kam qarë natë për natë, nuk guxoja të rija vetë. Gjithë ditën më kapta ankthi vazhdimisht. U shpreh ajo duke ndarë për herë të parë anën e saj më të brisht. Sipas saj, izolimi i gjatë dhe përballja menjëhershme me vëmendjen e madhe publike pas spektaklit ndikuan në mënyrë të drejtpërdrejtë në shëndetin e saj mendor. Megjithatë, Xheneta theksoi se situata ka nisur të përmirësohet dhe ajo po përpiqet të rikthehet në normalitet. Tani jam pak më mirë, kam filluar të marr veten pak më shumë, shtoi ajo ndër të tjera. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Xheneta Fetau njihet për deklaratat e saj të drejtpërdrejta dhe mjaft të sinqerta.